Dhe kur beson që i dhënë gjithçka për këtë mandat të qytetarëve, vjen arsye për cilën të largojnë nga detyra. Dhe citoj: mos prezenca në detyrë për më shumë se 3 muaj. Nuk isha se si të më fyenin më rënd se kaq. Ka qenë fyerja më e rëndë e izësime publike, dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër, dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Kjo akuzë nuk më lëndon për fjalën dhe shkresat e shkreta që ka prodhuar, por për padrejtësinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, two wrongs don't make a right. 2 padrejtësi nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Pra, padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimit dhe të shoqërimit nuk e bën vendin më drejt, prandaj kemi përfunduar në gjykatë kushtetuese sepse padrejtësi mbas padrejtësie nuk prodhua më shumë drejtësi. Sepse të thuash, citoj, Erion Velia ka munguar në detyrë, nuk është thjesht cinizëm me këtë tipin që quhet Erion Velia, por është një cinizëm me atë që është e vërteta, çfarë ka ndodhur në këtë vend, në këtë qytet, dhe në fakt është një cinizëm me ligjin, me kushtetutën. Mbi të gjitha e thënë nga ata që kanë qenë dëshmitar të rrëmbimit tim nga zyra pas një akuzë. Ngjan si një mesazh pasigurie për çdo që nesër mund të shënjestrohet për arsye politike. Ngjan si një mesazh se në këtë vend sundon dëshira dhe vullneti politik, po jo ligji. Nëse është dikush që mund të ankohet për mungesë time, është vetëm nëna ime dhe familja ime. Aty ka marrë mungesë 10 vjet rresht, teksa përgjigj detyrës si shërbej këtij qyteti. Ata i kam takuar, djalin tim kam takuar më shumë në Burg se që kam takuar në Liri. Ku Elia në gjumë dhe i gjera në gjumë për shkak të kësaj detyre dhe këtij përkushtimi. Fort të nderuar, antar gjykatës kushtetuese, që nga dita e parë kur betova në vitin 2015, si kryetari i Bashkisë Tiranës, jeta ime është bërë njësh me këtë qytet. Kush jeton në Tiranë e di këtë nga përvoja personale. E kam drejtuar me gjithë forcën time shpirtërore, mendore, fizike, pa kursyer asgjë nga vetja. Ky qytet në fakt ka qenë familja ime e madhe. Unë nuk pretendoj se çdo gjë e kam bërë mirë, dhe ndoshta nuk është ky momenti për të folur për këtë. As që çdo gjë që kam dashur të bëj kam arritur ta bëj. Por një gjë e di me siguri, askush nuk mund të më akuzoj se nuk kam qenë në krye të punëve të këtij qyteti dhe detyrës time të shenjtë. Sepse kush thotë se unë kam munguar, fyen inteligjencën e gjithë qytetarëve të Tiranës që ma kanë besuar 3 herë me radhë, pikërisht sepse e pan me sytë e tyre për kushtimin tim, dashurinë për punën edhe për këtë qytet. Punë nga e cila më shkëputën pa drejtësisht dhe pa besisht. Ata që donin të më shihnin me pranga në duar dhe jo me lopatë në duar. Që nuk donin këtë tipin që thash unë, Lalieri në atë zyrë, sepse ajo zyrë është e bërë simbolin dashurie për qytetin, për punën, energjie pozitive, të pafundme, një qendër e optimizmit për gjithë kombin tonë. Mund ta burgosësh një njerëz, po siç jam unë në rastin konkret, por nuk e burgos dot vërtetën e tij. Edhe të vërtetën që ulëret, e vërteta është se mos prezenca ime nuk ka qenë zgjedhje. Pra unë nuk zgjodha që të vetë rëmbehem, të vetë izolohem dhe të vetë internohem në qytetin e Durrësit, në një burg në Kënet.